O sikur një nga gënjeshtrat më të mëdha që na është mësuar për gjuhën shqipe të mos vinë nga armiqtë tanë, por nga vetë festat që ne i kremtojmë. O sikur shqipja të mos ketë qenë një gjuhë e ndaluar dhe e errësuar, por një gjuhë që ka pasur status zyrtar në zemër të Evropës. Dhe po sikur Vatikani, qendra më e fuqishme shpirtërore e kontinentit, ta ketë njohur shqipen si gjuhë zyrtare në dokumentet e tij. Në një kohë kur shqiptarëve u thuaj se nuk kishin as shkollë, as gjuhë, as kulturë. Kjo nuk është teori rrjetesh sociale, nuk është as fantazi nacionaliste. Këto janë fakte të thëna publikisht nga një prej albanologëve më serioz të Evropës. Një profesor që ka kaluar jetën mes dokumenteve arkivore, universiteteve prestigjioze dhe studimeve shkencore mbi gjuhën shqipe. Profesori Francesco Altimari ka bërë një deklaratë që trondit themelet e historisë zyrtare që na është mësuar për dekada. Shqipja ka qenë gjuhë zyrtare e Vatikanit dhe shkollat shqipe janë hapur shumë herët se sa na është thënë. Dhe kur një profesor i këtij niveli thotë se historia jon duhet të rishkruar, pyetja nuk është nëse na pëlqen apo jo, por nëse kemi guximin ta dëgjojmë të vërtetën. Para se të hymë në thellësinë e kësaj teme që prek identitetin, gjuhën dhe vetdijen tonë kombëtare, pëlqeni videon dhe abonohuni në kanalin Histori Epike, sepse këtu nuk ruajmë mite të parehatshme, por përballemi me fakte që na detyrojnë të mendojmë. Më 11 nëntor 2022, profesori Francesco Altimari vizitoi Departamentin e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe në Universitetin e Kalabrisë. Në pamje të parë, kjo vizitë mund të dukej si një aktivitet i zakonshëm akademik, por ajo që u tha aty kishte peshë shumë të madhe se sa një ligjëratë universitare. Altimari foli për mënyrën se si studiohet shqipja në Itali, për rolin e arbëreshave në ruajtjen e gjuhës dhe për rëndësinë e dokumenteve historike që ndodhen jashtë kufive të Shqipërisë dhe Kosovës. Por në një moment, diskutimi mori një kthes të fortë dhe të drejtpërdrejtë drejt asaj që ne sot e quajmë histori zyrtare. Ai u ndal tek data 7 mars, e njohur si dita e mësuesit, e cila tradicionalisht lidhet me hapjen e shkollës së parë shqipe në fund të shekullit 19. Dhe pikërisht këtu, profesori ngriti një pyetje që rallkush ka guxuar ta artikuloj publikisht. Pse vazhdojmë të festojmë një datë që lidhet me një leje të dhënë nga një sultan, kur shkollat shqipe ekzistonin shumë më herët? Sipas profesorit arbëresh Altimarit, kjo datë nuk përfaqëson fillimin e arsimit shqip, por një moment politik të vonshëm dhe të imponuar, dhe këtu vjen faktori që ndryshon gjithçka. Shkollat shqipe janë hapur që në vitin 1592 nga Lek Matranga, shumë përpara çdo dekreti osman. Në këtë pikë lind një pyetje e pashmangshme. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë cila pjesë e historisë sonë është shtrembëruar apo thjesht është lënë në heshtje? Altimari shkon edhe më tej. Ai citon dokumente të Vatikanit nga shekulli i 18, ku shqipja shfaqet si gjuhë zyrtare në 2 akte zyrtare, për krah greqishtës dhe latinishtës. Kjo do të thotë se shqipja nuk ishte një gjuhë periferike, as një dialekt i harruar, por një gjuhë me status ndërkombëtar të njohur institucionalisht. Dhe këtu lind edhe një pyetje tjetër tronditëse. Si ka mundësi që një gjuhë e njohur zyrtarisht nga Vatikani të paraqitet sot si gjuhë që u lejua të shkruhej vetëm kur e deshi Perandoria Osmane? Sipas profesorit, arsyeja është e qartë.
Pushtimi Osman ndaloi shkrimin dhe studimin e shqipes, por kjo nuk do të thotë se shqipja nuk ekzistonte më parë si gjuhë e kultivuar, e shkruar dhe e përdorur në institucione të rëndësishme fetare dhe kulturore. Këto deklarata nuk janë thjesht mendime personale. Ato mbështeten në dokumente arkivore, në traditën arbëreshe dhe në punën shekullore të klerikëve shqiptar, të cilët ruajtën gjuhën në një kohë kur ajo rrezikohej të zhdukej. Një nga figurat kyçe që përmendet në këtë kontekst është Lek Matranga, një prift arbëresh nga hora e arbëreshëve në Sicili, i cili themeloi një shkollë shqipe në vendlindjen e tij që në vitin 1592. Ky fakt është i dokumentuar edhe në burime enciklopedike dhe nuk është më i diskutueshëm në rrafshin akademik. Këtu lind një tjetër pyetje që nuk mund të shmanget. Pse ky fakt nuk zë vend qendror në tekstet tona shkollore dhe në narrativën tonë kombëtare? Altimari e quan vazhdimin e festimit të 7 marsit një ritual të pakuptimt. Madje një turp historik, sepse sipas tij ai simbolizon nënshtrim kulturor dhe jo emancipim. Për një komb që pretendon lashtësi dhe vazhdimsi kulturore, kjo është një goditje e fortë ndaj vetdijes sonë historike. Sipas profesorit, historia e arsimit shqip duhet rishikuar rrënjësisht, duke u shkëputur nga narrativat e imponuara dhe duke u kthyer tek burimet reale. Dhe kjo nuk është thirrje për konflikt, por për korrektësi shkencore. Në këtë pikë bëhet e qartë se kjo temë nuk ka të bëjë vetëm me një datë feste apo një debat akademik. Ka të bëjë me mënyrën se si një komb e sheh veten, me atë se kujtja atribuon fillimet e kulturës së vet dhe me atë se sa i gatshëm është të përballet me të vërtetat që nuk përputhen me versionin e rehatshëm të historisë. Çfarë mendoni ju për deklaratat e profesor Francesco Altimarit? A duhet të rishikuar historia e arsimit shqip dhe simbolika e 7 marsit? Dhe a jemi gati si shoqëri të pranojmë se disa të vërteta që kemi festuar për dekada mund të mos jenë të plota? Shkruani mendimin tuaj në komente dhe ndani këtë video, sepse historia që nuk diskutohet rrezikon të mbetet propagandë. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.